Sezoni sportiv 2025-2026 duket se është më i mirë i viteve të fundit për vllaznin e volejbollit për meshkuj, e cila po bën një paraqitje mjaft të mirë në dy kompeticionet, kampionatin e Superligës si dhe Kupën e Shqipërisë. Fitoria 2 ditëve më parë me Elbasanin e ka rikthyer vllaznin drejt nga tekniku Artan Kalaja në mes 4 skuadrave më të mira të kampionatit, duke qenë brenda zonës play-off. Ndërkohë që edhe në kompeticionin e Kupës së Shqipërisë është pretendente për kualifikimin në fazën finale. Përcaktuese për fatet e vllaznisë së volejbollit për meshkuj në këtë kompeticion është sfida shumë e rëndësishme që do luhet pas ditën e së martes në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, duke pasur përballë një kundërshtar shumë të fortë si Partizani, i drejtuar nga trajneri Ylli Tomori. Këtu ishim me Elbasanin, fitu me 3-0 për kampionat. Dhe kene rimarë përsëri vendin e tretë, të premten tjetër që vjen domethënë jenën me studentin në Tiranë. Du të them që kampionati djemve është bërë shumë i fortë, sepse të gjitha skuadrat kanë investu në lojtarë dhe i fortë dhe i bukur. Lojtarët tonë, lojtarët Shkodrani janë rritë mjaftu shumë mirë dhe po lozin shumë mirë, aq më tepër kemi pas edhe 2-3 përforcimet cilet e ndihmojnë skuadrën tonë. Akoma nuk i kemi pa plotësisht sepse ata kanë ardhur pak vonë dhe akoma ka nevojë pak për lidhjen e skuadrës. Duken me dhanat mira, po deri tashti kryesisht me skuadrën e fazës parë. Ma tepër kemi luajtur, patjetër që kanë luajtur edhe këto të ardhunit që kanë ardhur tashti në janar, por shpresojmë që të ecim edhe më mirë, të bëjmë më mirë. Objektivat tona këtë sezon, objektivi minimal është marrja pjesë në katëshën më të mirë të kupës dhe të kampionatit dhe objektivi maksimal dalja në finale dhe fitimi i këtyre kompeticioneve.